jeto në këtë dunja, bëhu në këtë dunja si kur të jesh një panjohur. Për çfarë arsye një panjohur? Çka kam unë edhe dunjaja? Keni frikë dunjan. Dunjaja është feja e tyre. Gjitha arsijet që ai nuk falet janë të dunjas. Nuk ma merr mendja që sonte vdes. Edhe sa shpresojmë ne të jetojmë në këtë dunja. Edhe sa plane i kemi. A është problem nëse ne kemi plane? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në nhijen e temave, në nhijen e porosive, në nhijen e mesazheve, në nhijen e fjalëve më të mira të njeriut më të mirë i cili ka jetuar ndonjëherë, në nhijen e haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ku me lejen e Allahut azza wa jall kemi arritur edhe në ligjeratën e fundit të këtij libri, edhe në 3 hadithet e fundit të zgjedhura të këtij libri, duke lutur Allahun azza wa jall, duke shpresuar dhe duke kërkuar prej Allahut azza wa jall që Allahu të lëshon dobi nga këto shpjegime, nga këto ligjerata, nga këto përcjellje. Allahu azza wa jall të na jep së pari sinqeritet dhe në fund Allahu të na jep bereqet dhe të gjitha këto fjalë, këto porosi të zanë vend në zemrat tona dhe të realizohen në praktikën e jetës tonë. Kemi arritur në hadithin e 40, të cilin e transmeton Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, pra Omeri radiallahu anhu, sahabi i madh i njohur i dalluar, dhe djali i tij gjithashtu Abdullahu, sahabi i madh i njohur dhe i dalluar, i cili thot: Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Abdullah ibn Omeri na tregon neve, thot, më preku apo më kapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për supe në krahërorin e tij, e vendoi dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na përcjell të gjithëve një mesazh, një porosi. Porosia është e shkurt, mesazhi ka tepër pak fjalë, mirë po realizimi i tij është një jetë e tërë, një jetë e plot e njeriut. Realisht flitet për jetën e njeriut, për jetën tonë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Këto janë fjalët, kjo është porosia. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Bahu në dunja, jeto në dunja si kur të jesh një i panjohur apo të jesh një kalimtar rruge. Subhanallah, fjalët janë pak, as një resht i plot.
Mirë, po realizimi i këtyre fjalëve kërkon gjithë jetën tonë që ne të mundohemi të jetojmë në atë mënyrë në të cilën na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Jeton në këtë dunja, bëhu në këtë dunja sikur të jesh një panjohur. Për çfarë arsye një panjohur? E ke pa njeriu kur shkon në ndonjë vend tjetër, në ndonjë popull tjetër, në ndonjë ambient në të cilin nuk ka qenë më herët dhe është i panjohur në te. A do të ndjenë rehati të plot, a do të ndjenë qetësi të plot, a do të jetë i kënaqur, i rehatuar, apo do të mundohet në atë vend të kryejë punë, të shpejton gjitha ato obligime dhe të kthehet më shpejt. Për çfarë arsye? Nuk gjen, nuk ka rreth, nuk ka shoqëri, nuk e njeh askënd, është në një vend mirë po i panjohur. Jeton në këtë dunja sikur të jesh një i panjohur. Apo abiru sebil, apo të jesh një udhëtar, një kalimtar i rrugës. Disa nga dietarët kanë thënë, këto janë të dyjat, ose si i panjohur, ose si kalimtar i rrugës. Disa dietarë të tjerë kanë thënë, dhe kjo është më afër, më saktë, të jesh në dunja sikur një i panjohur, jo si i panjohur, edhe më shkurt si kalimtar i rrugës. I panjohur mundesh me qëndru dikund, ama kalimtari rrugës është edhe më shpejt, si kur ta kalosh një rrugë, të jesh në dunja në këtë mënyrë. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër, mali walid dunya. Çka kam unë edhe dunjaja? Çka kam unë me dunjan? Nuk kam unë me dunjan përveç se shembulli im dhe shembulli i dunjas është si një kalimtar i cili ec hypur, ndalet në një pemë, në një hije, pushon pak dhe vazhdon rrugën. Merre dunjan në këtë mënyrë. Fatkeqësisht në kohën në të cilën ne jetojmë, sa ka zënë vend dunjaja në zemrat tona. Sa ka depërtuar thellë dunjaja në shpirtrat tonë. Sa është bë e rëndësishme dunjaja për neve. Dunjaja është e rëndësishme për ta shfrytzuar mirë po jo duke harruar që një ditë atë do ta lam, një ditë ajo do të përfundon, një ditë asaj do t'i kthejmë shpinën, nga se ne jemi nisur, nuk është ky caku, ky është kalimi, nuk është ky caku. Caku është në një vend tjetër, në një botë tjetër, ne vetëm jemi kalimtar. Kështu tha Ibn Rejebi, Allahu Azza wa Jall kur e krijoi Ademin edhe Havën, i krijoi dhe i futi në xhenet, i nxjerri prej xheneti, i solli në dunja mirë, po ata të mundohen të punojnë dhe të kthehen përsëri në vendin e tyre. Ti je në dunja mysafir. Ti je në dunja kalimtar dhe ti ende shpreson dhe mundohesh që të kthehesh atje ku ke filluar, të kthehesh në xhenetin Allahut Azza wa Jall. Mirë po fatkeqësisht, duke u nisur prej vetvetes, pastaj juve dhe pastaj gjithë të tjerëve, në sa raste harrojmë cakun. Bëhet qëllim kryesor dunjaja. Angazhimi kryesor dunjaja. Dhe shkaku i dunjas njeriu në sa raste i lën obligimet, i lën farzet, i lën sunetet, i lën ibadetet dhe mos flasim për ata që shkaku i dunjas bie në sa gjunahe dhe harame dhe Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi, ittaqu dunya, keni frikë dunjan, wattaqun nisa, dhe keni frikë gratë, fitnën e grave. Keni frikë dunjan, për çfarë arsye? Të merë për para. Të merë para dunjaja. Ne mund të themi, çka të duam të themi, mirë po dunjaja të merë para. Dhe fatkeqësisht e sheh, tash mos flasim për një pjesë e cila nuk ka të bëjë me islamin praktik, me realizimin e ibadeteve, po së paku nëse e shohim jetën atyre të cilët janë fetar,
Jam praktikues dhe nëse flasim për vetveten, jo për të tjerët, e shes sa për njerëzve. Falen, nuk diskutot a falen ajo, nuk vjen në shpreje, falet. Mirë, po shije si falet. Çuditesh me disa njerëz. Shije si falet. Ai falet me një shpejtësi të madhe, pa asnjë lloj koncentrimi dhe pa asnjë lloj stabilizimi në namazin e tij, me shpejtësi e fal fardhin. Pse? Se nuk ka kohë. Për çfarë nuk ka kohë? A di për çfarë nuk ka kohë? Për dunja. Për obligimet e dunjas vjen në shprehje, në pyetje edhe ibadeti kryesor, namazi. Dhe ai hin namaz mirë, po në namaz është me vrap. Në namaz është me ngutin më të madhe dhe e pret momentin kur sa më shpejt me dhënë selam, nga sa atë e pret puna, e pret tregtia, e pret biznesi, e pret dyqani, e pret mushteria, e pret dikush tjetër, e pret telefoni. Kur gjë mos me prit e pret telefoni dhe Allah duke dhënë selam nga ana tjetër, duhet me zgjat dorën me marr telefonin në dorë, nga se ku me ditë sa gjëra të tjera janë më me rëndësi se ibadeti i tij. A është ndikimi i dunjas? A është ndikimi i dunjas? Ndikimi i dunjas sidomos në këtë kohë, e të jesh në dunja sikur misafir. Kjo është e vështirë, kjo nuk nënkupton dhe mund dikush të keq kupton. Që të mendon se duhet t'i lam ne tash obligime, duhet t'i lam angazhimet e dunjas, duhet t'i lam punët dhe në fund të merremi vetëm me ibadet. Jo, hadithi nuk e nënkupton një gjë të tillë. Ne merremi edhe me dunja, merremi edhe me ibadet dhe feja kur nuk të pengon nga obligimet e dunjas. Mirë, po duke mos e pasur qëllim kryesor dunjan. Dunjaja është shfrytëzim, është toka ku mbjellet në ahiret korret. Mirë, po dunjaja shfrytëzim. Mos të flasim pastaj për atë palën tjetër, për një kategori të cilët fesë Allahut Azza wa Jall i a kanë kthy shpinën. Dunjaja është qëllimi i tyre. Dunjaja është feja e tyre. Dunjaja është adhurimi i tyre. Dunjaja është çështja kryesore e tyre. Dhe e shet ti atë që nuk falet. Pse nuk falet? Gjitha arsyet që ai nuk falet janë të dunjas. Pse nuk agjeron? Gjitha arsyet që ai nuk agjeron janë arsyet të dunjas. Pse nuk i ban këto dhe këto ibadete? Shkaku i dunjas. Dhe fatkeqësisht kemi edhe në vendet tona dhe në popullin ton dhe njerëz të cilët i njohim, njeri i cili nuk falet dhe ka bo 50 vite, 50 vite, 60 vite, Allah nuk falet. Çka e mashtron një njeri të tillë? Allah shpreson ai në qëllimet e tij të mëdha të dunjas, ndërsa ky hadith të porosit të vetdison, të përkujton që në dunja je misafir. Shpresa e gjatë, 50 vjeçari, me gjithë se kjo ka të bëj edhe me 20 vjeçarin, edhe me 30-shin, 40-shin, 50 vjeçar edhe sa shpreson, 60 vjeçar edhe sa shpreson, sa shpresa e gjatë. Shpresa e gjatë, rreziku më i madh i lanjes së ibadeteve dhe i praktikimit dhe i ramjes në haramin dhe Allahut Azza wa Jall. Shpresa e gjatë, ky hadith të jep të kuptosh, shpresa e gjatë në zemrën e muslimanit është prej dobësive, prej fitneve, prej rreziqeve të mëdha. Edhe sa shpresojmë ne të jetojmë në këtë dunja, edhe sa plane i kemi. A është problem nëse ne kemi plane? A është problem nëse ne shpresojmë? Problemi është kur ne i presim të shohim rezultatet, ndërsa rezultatet nuk janë tona. Në dunja, rezultati nuk ka të bëj me ty. Suksesi nuk ka të bëj me ty. Çka ka të bëj me ty? Puna. Ti bane. Edhe në aspektin e dunjas, edhe në aspektin e fesë. Po edhe në aspektin e dunjas, prej teje nuk kërkohet rezultati. Prej teje kërkohet angazhimi, ti bane. Dhe jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxiti edhe për atë njeri i cili është duke pa se po ndodh kiameti.
Subhanallah. Edhe nëse është duke ndodh kiameti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush prej jush e ka marrë një pemë apo një farë që ta mbjell dhe e shet që po bëhet kiameti, nëse ka mundësi le ta mbjell atë. Po për kanë me mbjell e ti. A do të hanë dikush prej sa? Jo, nuk do të hanë se do të bëhet kiameti. Ti mbjelle, nga se prej teje nuk kërkot rezultati, ajo nuk është puna jote. Ti bane. Dhe pastaj rezultatin le në dorën Allahut Azza wa Jall. Mirë po shpresa e gjatë me pasoja të mdhaja. Tha Hasan Basriu, ai i cili e zgjat shpresën e tij, ai i shton të këqijat në jetën e tij. Ai i cili ka shpresë të gjatë. Dhe në këtë kohë, për fat keq, në sa raste kemi shpresë dhe shpresë, habitesh me njerëzit të cilët flasin dhe bajnë plane por nipat edhe për mbesat. Bajnë plane por nipat edhe për mbesat, që nesër une tu asiguroj dhe tu asiguroj. Nuk është kjo përgjithësia jote. Ti nuk siguron asgjë, këtë duhet ta kupton besimtari. Ti nuk siguron asgjë. Ai i cili u garanton njerëzve, ai i cili u sjell rrezikun njerëzve, është Allahu Azza wa Jall. Ti merr sebepet, duke u munduar tu asiguron të tjerëve, e ka shkatruar jetën e vet. Nuk e ka siguruar vetveten, po ti siguroje vetveten s'pari. Siguroje vetveten me namaz, me agjërim, me punë, me hajër, me ibadete. Mos u mundo ta sigurosh atë e cila nuk sigurohet asnjëherë. Në sa raste ndodh një gjë e tillë, njerëz të cilët shpresa e gjatë. Andaj në vazhdim të hadithit, Abdullah ibn Omeri, transmetuesi i këtij hadithit, gjithashtu tha, dhe këto ishin fjalët e Abdullah ibn Omerit shumë herë në jetën e tij. Thot, wa kana ibn Umar yaqul, dhe thoshte Abdullah ibn Omeri, jo tha një herë, po thoshte her pas here, e përsëritte këtë fjalë duke thënë, idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Subhanallah, sa ka qenë shpresa e tyre e shkurt. Ata kanë punuar shumë dhe kanë shpresuar shkurt, nga se për çdo moment mund të vjen tek jeta jote, tek ti meleku i vdekjes. Abdullah ibn Omeri e përsëriste këtë fjalë në jetën e tij. Nëse të nxen mbrëmja, mos e prit sabahun. Nëse arrin sabahun, mos e shpreson mbrëmjen. Dhe një gjë të tillë edhe ne e dim. A e dim? E dim. A kemi garant? Nuk kemi garant. Cili prej neve ka garant, ka siguri që do ta mbrin sabahun? A ka dikush prej neve? E kemi mbri Yacin. A do ta mbrim sabahun? A e di dikush? Nuk e di askush. A ka garant dikush? Nuk ka garant askush. Megjithatë, a shpresojmë gjatë, ja be nuk bëhet fjalë, nuk ma merr mendja. Kështu më pa thonë dikush në një prej rasteve që mundohesha me nxit që ta fale Yacin. Fale Yacin, mos bjer me flet pa e fal Yacin. Nuk e di ku e gjen guximin. Ku e gjen atë guxim që të zë gjumi, mbyll syt, flen rahat. Yacin nuk e ke fal. Fale Yacin. A, be hoxha, nuk mundem, vallaj be hoxha, kam problem, veshje nuk e kam pastër, vallaj nuk mundem i lajt pjesët e abdesit se e kam. Dhe për çdo arsye, nuk ka arsye, se mundesh edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, derisa nuk i mbeti asnjë arsye. Fale namazin e Yacis. Vallaj be hoxha, subhanallah. Po para mendoje, i tham kështu, para mendoje, nëse bjen me flet, edhe në këtë natë Allahu ta merr shpirtin. Nëse ja dorëzon Allahut shpirtin, ndërsa ti nuk e ke fal Yacin. Çka thot? Vallaj be hoxha, nuk ma merr mendja. Bashsonte, vallaj, bashsonte, nuk ma merr mendja që vdes. Dhe e la Yacin. Dhe nuk e fali. Pse? Se nuk ja merr mendja që vdes. Dhe në realitet edhe ne mendojmë që
jo Yasin, nuk diskutohet mirë, po ata merr mendja. Nuk ma merr mendja që sonte vdes. Fatkeqësia është që ti nuk e di dhe mundet me ndodh vdekja jote në momentin që nuk ta merr mendja. E sahabeve u a ka marr mendja çdo herë. Në mbrëmje ja ka marr mendja që mund të jetë nata e fundit. E në mëngjes në sabah ja ka marr mendja që mund të jetë dita e fundit. Andaj Abdullah ibn Omeri tha kështu: nëse mbrin mbrëmjen, mos e shpreso sabahun. E nëse mbrin sabahun, mos e shpreso akshamin. Dhe kështu kanë qenë jo vetëm sahabet, po edhe të parët, selefi, muslimanët e mirë, ka shpresuar shumë shkurt. Para mendojeni në një rast i cili është larg për jetës tonë, po së paku si lloj shembulli që ta shohësh sa e kanë menduar ata jetën e shkurt. Dhe sa ka qenë shpresa e tyre e shkurt në momentin e takimit me Allahun Azza wa Jall. Në një prej rasteve të cilin e tregon Muhammed bin Abi Taube, një njeri i cili e kishte mysafir një hoxh tjetër i cili quhet Ma'ruf al-Karhi. Këta mysafir duke diskutuar, vjen koha e namazit, Muhamedi i thot Ma'rufit: dil në e fal namazin. Thot, jo ti e në shtëpin tënde, dil ti në e fal namazin. Jo dil ti, derisa Muhamedi bie dakord dhe thot, atëherë do të dal une. Mirë po, une do të dal në këtë namaz, në namazin tjetër une nuk dal, ti ki me dal. Tha, subhanallah, ti a mendon që do të mbrish namazin tjetër? Nëse mendon që do të mbrish namazin tjetër, del mbrapa. Ti kime në fal namazin dhe shpreson që kime mbri namazin tjetër. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fale namazin si kur të jetë namazi i fundit. Subhanallah. Dhe pastaj ti e sheh sa larg jemi, jo në një namaz, jo në një ditë, jo në një javë. Ne kemi shpresa dhe shpresa për 10 vite që do vinë, për 20 vite që do vinë, për ndoshta kur do të plakemi, ndoshta shpresa e gjatë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na porosit që ne të vetëdijsohemi dhe dunjas t'ia japim rëndësinë, atë rëndësi që e ka dhe jo më shumë. Abdullah ibn Omeri vazhdoi dhe tha: wa khudh min sihhatika li maradik, wa khudh min hayatika li mautik. Dhe merr nga shëndeti yt, shfrytëzoje shëndetin tënd para smundjes dhe shfrytëzoje jetën para vdekjes. Smundja do të vije, shfrytëzoje sa je mirë edhe shëndosh. Vdekja do të vije, shfrytëzoje jetën tënde sa je gjallë. Pra ky është një hadith i madh, një porosi, një mesazh i madh që besimtari çdo herë duhet ta ketë parasysh në jetën e tij. Punon për dunja, aq sa e meriton dunjaja, punon për ahiret, aq sa e meriton ahireti. Këtë hadith të cilin e nxjerr Imam Buhariu në Sahihun e tij. Ndërsa hadithi tjetër, hadithi i 41 në këtë libër të cilin e ka renditur autori, bëhet fjalë për një hadith gjithashtu i rëndësishëm dhe i dobishëm, i cili gjithashtu e përcjell një mesazh për të gjithë neve. Hadithin e transmeton Abdullah bin Amr bin Asi. Amr bin Asi, sahabi i madh, sahabi i njohur, i dalluar. Abdullahu, djali i Amr bin Asit, gjithashtu sahabi i madh, i njohur dhe i dalluar, gjithashtu dhe sahabi ma i madh se baba i tij. Abdullahu, djali i Amr bin Asit, një prej sahabeve dietar, një prej sahabeve më ditur, një prej sahabeve që ka transmetuar më shumti hadithe, një prej sahabeve që i ka shkruar hadithet, për të cilin tha Ebu Hurajra radiallahu anhu, nuk di hadithe dikush më shumë se unë, përveç Abdullahut, djalit të Amr bin Asit, ai më shumë nga se ai ka shkruar, unë nuk kam shkruar. Abdullahu, djali Amr bin Asit radiallahu anhuma, thot: qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, nuk ka besuar dikush prej jush, hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih, derisa edhe ëndja e tij të jetë në nënshtrim, në pasim të asaj me të cilën unë kam ardhur. Nuk ka besuar dikush prej jush, derisa edhe ëndja e tij të jetë në pasim të asaj me të cilën unë kam ardhur. Këtë hadith për të cilin Imam Nawawiu rahimullah thot, hadithun hasanun sahih. Pra Imam Nawawiu e llogarit këtë hadith hasan sahih, ndërsa Ibn Rajabi rahimullah thot, ky hadith është shumë larg që të jetë sahih, dhe shumë dietar e kanë llogaritur hadith të dobët. Gjithashtu dhe Sheikh Albani thot që hadithi është i dobët, siç ka ardhur në disa hadithe që i ka përmendur autori në këtë libër, hadithe që ndoshta janë të dobta, mirë po autori vet e ka llogaritur si të vërtetë, dhe këtë hadith shumë dietar e kanë llogaritur të dobët, Imam Nawawiu e ka llogaritur të jetë i vërtetë. Megjithse dietarët kanë thënë, nëse është dobësia në zinxhir, nuk është dobësia në kuptim, kuptimi i këtij hadithi është i vërtetë. Hadithi është i dobët, mirë po kuptimi i tij është i saktë. Cili është kuptimi i tij? Nuk ka besuar dikush prej jush, asnjë prej juve nuk ka besuar me besim të plot, me iman të plot, deri kur edhe hewaja, edhe ëndja e tij, edhe e këndmja e tij, edhe epshi i tij, edhe çdo gjë e tij të jetë në pasim me atë me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ke pa ëndja e njeriut ku është? El hawa, ëndja apo epshi i njeriut në përgjithësi në argumente ka ardhur si i urrëtur, si i kundërshtuar, nga se çdo herë njeriu e cit dhe e nxit ndoshta në gjëra të këqija apo e ndalon e pengon nga gjërat e mira. Mirë po, ëndja e njeriut ka mundësi të jetë edhe e lavdruar. Ka mundësi ëndja e njeriut të jetë e lavdruar. Kur ajo është e nështruar në pasim të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëndja e atij njeriu ku është? Në ibadetin e tij ai kënaqet. Në adhurimet e tij i qetësohet zemra. Nëse vjen në pyetje ndonjë gjë e dunjas dhe e fesë, ëndja e tij më shumë anon nga ana e fesë. Ky njeri edhe ëndjen e tij e ka nështruar në pasim të Kur'anit dhe Sunetit. Kjo është e lavdruar. Por ndryshe çdo herë ëndja e njeriut është e qortuar. Nëse nuk të nxit në harame, në gabime, në gjunande Allahut, së paku do të pengon ty prej asaj e cila është më e mirë. A të falet njeriu, a të flen? Epshi i thot të flen. A të ban ibadet, apo të merret me gjëra të kota? Të merret me gjëra të kota. A të del në xhami, të prezanton në ligjërat 30 minuta, 40 minuta, ëndja e tij thot, vallaj ma mirë mu shtrim, ndeq aty rahat, kjallë prej pune, ulesh me ngron dark, pastaj pushon pak, del e pi një kafe, a ma mirë me dal me pi kafe, a marr në xhami me dëgju ligjërat. Ëndja e tij anon dikun tjetër, 40 minuta ligjërat i duket sikur nuk po përfundon kjo ligjërat të asnjëherë. 90 minuta futboll i duket pak, një serial 30-40 minuta i duket i shkurt, me nzi se pret ditën e nesërme, kur do të fillon pjesa tjetër? Për çdo natë për cjell nuk i duket e tepruar, në ibadete, në çdo ibadet i duket e rënduar. Kjo është ajo ëndja e gabuar, e qortuar. Mos të flasim për atë i cili çdo herë i jep përparësi epshit para argumentit, ai i cili e ndalon, e kundërshton epshin e tij, ëndjen e tij ndaj harameve, ndaj gjunaheve apo ndaj pengimit të punëve të mira, tha Allahu azza wa jall,
wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ai I cili ka frikë ditën që do të del para Allahut Azza wa Jall dhe e ndal vetveten, I thot stop, epshit të ti, e ndalon ëndjen e ti, fundi I ti është xheneti Allahut Azza wa Jall. E ai I cili I nashtrohet epshit, bëhet rob, epshi I njeriut ka mundësi që të jetë feja e njeriut. Njeriu bëhet adhurues rob I epshit të ti. Aty ku lakmon epshi, ai është. Aty ku nuk e don ëndja e ti, ai nuk është. Aty epshi I bëhet Zot. Tha Allahu Azza wa Jall: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa." A keni pa atë I cili për Zot, Zoti ati është epshi I ti. Allahu na ruaj. E ai I cili ëndjen e ti, epshin e ti e nështron dhe e ban që të jetë pasues I Kur'anit dhe Sunetit, ai hyn në këtë hadith, I cili ka besuar me iman të plot, e nëse ndonjëherë e mashtron citja e shejtanit, nxitja, ëndja, epshi dhe bie në ndonjë gjuna, atëherë ai është me iman, mirë po imani I tij nuk është I plot. Pra ky është hadithi I dytë për sonte, për të kaluar edhe në hadithin e tretë dhe hadithin e fundit të këtij libri. Bëhet fjalë për një hadith I cili është I madh dhe I cili I jep shpresë besimtarit në Allahun Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Secili prej njerëzve është gabimtar. Secili prej neve është gjunahqar. Secili prej neve ka lëshimet e tij. Ato që njerëzit I dinë dhe ato që njerëzit nuk I dinë, të gjitha I di Allahu Azza wa Jall. Ky hadith është shumë shpresë dhënës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na jep një mesazh të madh dhe jo rastisht Imam Nawawiu këtë hadith e ka renditur si të fundit, që të jetë hadithi I fundit I cili do të na jep shumë shpresë në Allahun Azza wa Jall, megjithse shpresa e madhe me punët e mira. Ai I cili ka shpresë dhe nuk ka punë, ai vetëm se është I mashtruar. Bëhet fjalë për hadithin të cilin e transmeton Enesi radhiyallahu anhu an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal. Transmetohet se Enesi I biri I Malikut ka thënë: "Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul." E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Qala Allahu ta'ala." Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Ya ibn Adam." O biri Ademit. Dhe kjo na përfshin të gjithë neve. O biri Ademit, Allahu Azza wa Jall na thret, Allahu Azza wa Jall na porosit të gjithëve. O biri Ademit, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allahu Azza wa Jall thot: për derisa ti më lutesh mua dhe shpreson në mua, ti fali gjitha ato gabime që janë me ty, wala ubali. Subhanallah. Dhe nuk e llogaris fare. Dhe nuk më duket shumë. Megjithse kjo fjalë ndoshta nuk përkthehet në gjuhën shqipe bash ashtu si duhet, wala ubali. Allahu thot ti fali krejt, edhe nuk është shumë. Megjithse asnjë gjë për Allahun Azza wa Jall nuk është shumë. Allahu Azza wa Jall në këtë hadith na jep shpresë të gjithëve, sado që ki gabime ti, sado që ki gjunahe ti, nëse ti më lutesh, nëse ti kërkon prej meje, nëse ti shpreson prej meje, ti fali krejt deri në atë shkallë, sa që tha Allahu Azza wa Jall: "Ya ibn Adam." O biri Ademit, "Lau balagat dhunubuka anana as-sama." Nëse gjunahet tua arrin deri në lartësirat e qiellit,
Derisa nëse gjunahet tua arrin deri në vranësirat e qiellit, thumma staghfartani, e pastaj ti më kërkon falje. Subhanallah. Kjo është falja për Allahut Azza wa Jall. Ky është rahmeti i madh i Allahut Azza wa Jall për çdo gabimtar, për çdo gjunahçar, për ty edhe për mua, për secilin që ja ka kthyer shpinën Allahut Azza wa Jall, për atë i cili ndoshta nuk është fal me vite, për atë i cili ndoshta nuk ka agjëruar me vite, për atë i cili ndoshta ka pi alkool, ka rënë në zina, ka rënë në vjedhje, në kamad, në bixhaz, në harame, për secilin i cili ka gjunahe, deri në çfarë shkalle, qofshin gjunahet e tua edhe sa prinë tokë, deri në qiell. Dhe ti në atë moment i drejtohesh Allahut. O Allah, ja Rab, unë jam robi i dobët, gabimtar, gjunahçar, mi fal gjunahet e mia. Subhanallah, tha Allahu Azza wa Jall, ghafartu laka wala ubali. Subhanallah, ti fali krejt. Allahu Azza wa Jall është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Nëse ti drejtohesh Allahut Azza wa Jall me pendim, me istighfar, me kërkim falje, Allahu është ai i cili ti fal gjitha gjunahet, deri në atë shkallë, sa që tha Allahu Azza wa Jall, jebne Adem, o biri Ademit. Allahu Azza wa Jall drejtohet disa herë, o biri Ademit. Thot Allahu Azza wa Jall, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya. O biri Ademit, nëse më vjen ti mua me gjunahe të ngarkuar sa toka. Subhanallah, sa është toka? Sa është e madhe toka? Sa është e ngarkuar dhe rënduar toka? Nëse ti me krejt ato gjunahe, sa toka vjen të Allahu Azza wa Jall, thumma laqitani, dhe më takon mua, e takon Allahun me gjunahe, sa toka, mirë po me një kusht, mos e harroni këtë kusht asnjëherë. Me këtë kusht vlen çdo gjë. Pa këtë kusht nuk vlen asgjë. Cili është kushti? Tha Allahu Azza wa Jall, la tushrik bi shay'a. Nëse vjen të unë gjunahe dhe gjunahe, plot gjunahe, sa toka me gjunahe, më takon mua, mirë po nuk më ke bë shirk, nuk më ke bë shok mua në dunja. Nëse i ke bë shok Allahut, edhe nëse nuk janë gjunahe tjera, nuk vlen kur gjë, edhe nëse ki namaze, ramazane, umre, hajj, e zekate, sadaka, e punë të mira, i ke bë shirk Allahut, çdo gjë bëhet pluhur. La tushrik bi shay'a, ke bë gjunahe tjera, mirë po Allahut shok, ja. Kjo është gjëja më e rrezikshme që ka mundësi ta vepron njeriu. Dhe ana tjetër, tauhidi, njësimi Allahut, kjo është gjëja më e mirë që ka mundësi ta ban njeriu. Më e mirë se tauhidi, se la ilaha illa Allah, nuk ka asnjë gjë. Me dal para Allahut pa i bë shok Allahut, asnjë lloj të shirkut në dunja, del para Allahut, tha Allahu Azza wa Jall, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Nëse vjen ti me aq gjunahe, unë do të vi me aq falje, aq sa gjunahe ke sjell ti, aq falje do t'jap unë. Subhanallah, sa është mëshira Allahut Azza wa Jall e madhe. Sa është falja Allahut Azza wa Jall ndaj robërve të tij. Ky hadith i cili na jep neve shumë shpresë, megjithse ne kemi gabimet tona, ne kemi gjunahet tona, ne kemi lëshimet tona. Ky hadith na jep shpresë, jo që t'i lëm gjërat, dhe jo që t'i marrim në përkam kufit Allahut, dhe jo të lirohemi në harame, mirë po në atë të kaluar që kemi gabuar, të pendohemi të Allahu Azza wa Jall dhe të shpresojmë në faljen e Allahut Azza wa Jall,
duke mos haruar asnjëherë kushtin kryesor, pa i bë shok Allahut, pa i bë shirk Allahut Azza wa Jall. Ky është hadithi i fundit të cilin e nxjerr Imam Tirmidhiu dhe thot hadithun hasan, hadithi është hasan, hadithi është i mirë. Këto janë 42 hadithe në librin e njohur të Imam Nawawiut si libri titulli 40 hadithet e Imam Nawawiut. Kemi qëndruar së bashku, kemi jetuar së bashku me fjalët më të mira, me fjalët më të zgjedhura të njeriut më të dashur të Allahu Azza wa Jall, me hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sonte përfundojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën prej atyre që i lexojmë fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i dëgjojmë fjalët e tij, i mësojmë fjalët e tij, i jetojmë fjalët e tij, i praktikojmë ato fjalë gjatë gjithë jetës tonë, e dalim para Allahut Azza wa Jall ashtu si Allahu është i kënaqur, e Allahu Azza wa Jall të na mëson që të takojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të pim nga haudi i tij. Allahu Azza wa Jall të na bën me ata të cilët do të jenë bashkë në xhenetin Allahut Azza wa Jall, me pejgamberët e Allahut, me më të mirin e të gjithëve, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, me pasuesit e tij. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu këtë ibadet dhe çdo ibadet Allahu të na pranon. Gabimet, lëshimet, mangësitë, dobësitë tona Allahu të na i fal dhe të na i pastron. Elusim Allahun Azza wa Jall si në këto mejlise, Allahu edhe në mejlise tjera të hajrit, Allahu të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.